me thënë që në kohën kur ky rast ishte ende në hetime, u paraqitën informata për shembull edhe në mediumet kosovare, se ky grup i cili ishte në mënyrë direkte involvuar në ngjarjet e Kumanovës, ka qenë paraprakisht i ndjekur edhe nga autoritetet kosovare. Tani problemi është se pse autoritetet maqedonase të hetimeve nuk kërkuan që në atë kohë, do me thënë një formë të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe më tepër të dhëna dhe një ndihmë juridike me autoritetet kosovare ku një hetim i tillë i përbashkët ose thjesht një kërkesë për më tepër informata do të kishte ndikuar shumë në një, domethënë në atë që hetimi të jetë më gjithëpërfshirës. Mendoj që problemi kryesor me këtë rast është që ky hetim jo gjithëpërfshirës dhe izoluar vetëm tek ata që ne i pam si kryerës direkt të atyre veprave për të cilët ata dje u shpallën fajtor, është problemi kryesor me rastin, për shkak se dihet konstelacioni politik në të cilin rasti ndodhi dhe është gati se sekret publik që aty ka pasur edhe njerëz të tjerë, thuhet që ka pasur edhe njerëz të tjerë të involvuar, ndoshta persona të rëndësishëm shtetëror. E tani, në momentin kur juve koncentroni vetëm te kryerisit direkt dhe i anashkaloni të gjithë inspiratorët, krijohet ajo ndjenja e padrejtësisë, domethënë se rasti nuk është sa duhet dhe në mënyrë të mirë fillt i sqaruar deri në fund. Mendoj që ky është problemi kryesor, sepse ai hetim që u bë, pastaj doli deri tek një akt akuze, e cila po ashtu ishte e njëanshme dhe jo gjithëpërfshirëse, dhe pastaj në fund ajo rezultoi me këtë vendim gjyqësor që po ashtu, domethënë është i njëanshëm dhe nuk i përfshin të gjithë personat që duhet i përfshi. Në këtë rast, domethënë duhet përmendi që kjo edhe një herë vërteton atë mosbesimin ndaj institucioneve që shumë qytetare kanë, duke parë këtë drejtësinë selektive ku faktikisht njerëzit shumë të rëndësishëm besin të pa u dënuar, ndërsa ato kryerësit direkt dënohen. Të jemi të qartë, domethënë kjo është një vepër shumë e rëndë penale. Domethënë akt akuza është për organizim terrorist edhe për terrorizëm. Dhe ajo që ndodhi... Ima jedna druga krajnost, jedna druga tendencija, da rečeme, pored ovje sumneži дека najvjerojatno не е доистражен целиот случај, сега другата крајност е да се амнестираат овие луѓе кои што беа фатени на лице место како вршат, како и вие самата велите, тешко кривично дело. Ashtu, domethënë atë e kam qëllimin që të them që bëhet fjalë për një ngjarje shumë të rëndë, ku kishte 8 viktima nga forcat policore dhe po ashtu kishte shumë të plagosur dhe dëme të mëdha materiali që u bën në atë lagje dhe që prekën shumë jetë njerëzish aty. Do të thotë bëhet fjalë për vepra me të vërtet shumë të rënda penale dhe përgjegjësia duhet mbajtur nga të gjithë personat që aty kanë qenë të involvuar, si nga kryerësit direkt, por mbi të gjitha kjo përgjegjësi duhet t'i prek edhe inspiruesit ose urdhëruesit ose personat të cilët kanë kërkuar që kjo gjë të ndodhë. Do të thotë ne mund të flasim, mund të diskutojmë për atë se a ka qenë i gjithëpërfshirës rasti, po megjithatë kjo nuk e amneston askënd që ka qenë në mënyrë direkte i involvuar në këtë rast dhe secili duhet ta bartë përgjegjësinë e vet. Мислам дека се разбираме и двете сте на линија дека е возможно да повелете. Unë desha të shtoj vetëm edhe një gjë që ky është vendim në shkallë të parë. Procedura për këtë rast do të jetë procedurë 3 shkallshe, jo 2 shkallshe, dhe do të shkojë deri në gjykatën supreme për shkak se bëhet fjalë për dënim me burgim të përjetshëm në disa prej rasteve dhe në këtë drejtim çdo informatë e re dhe çdo dëshmi e re që mund të paraqitet nga një hetim paralel do të mund të përdoret edhe në procedurën në shkallën e dytë para gjykatës së apelit dhe në shkallën e tretë përpara gjykatës supreme, që thotë edhe lidhur me këta persona të involvuar, në qoftë se ka dëshmi të reja, nuk është gjithçka e mbaruar, por ka edhe 2 shkallë të tjera procedura. Paralelisht me atë, në qoftë se ka edhe një hetim tjetër gjithëpërfshirës ku do të shikonim edhe njerëz tjerë të akuzuar, do të ishte domethënë një si them zbulimi vërtet dhe një ndriçim i vërtet i gjithë rastit.